Xhehenemi është krijuar me qëllimin e vetëm për t'i ndëshkuar zullumçarët, për ata njerëz të cilët patën pushtet ndaj të tjerëve në këtë botë dhe ata shfrytzuan atë forcë për të bërë padrejtësi dhe zullum të tjerëve, për ata që mendonin se mund të bëjnë çfarë të duan dhe nuk do të mund t'i ndalojë askush ata, për ata të cilët nuk besuan që ka Zot i cili me drejtsinë e tij absolute një ditë do t'u adhurojë secilit atë që ka merituar, pa i bërë askujt padrejtësi. Xhehenemi do të jetë për ata. Imagjinoje sikur njeriu më i mençur në botë të investoj pasurinë më të madhe për të shpikur një mjet me të cilin do t'i dënojë njerëzit në mënyrë më të rëndëmundshme. Çfarë do të ishte ajo? Allahu i lartë madhëreshëm e ka krijuar dhe dizajnuar xhehenemin me qëllimin e vetëm për t'i ndëshkuar dhe për t'u dhënë dënimin e merituar atyre të cilët në tokë u sillën ndaj të tjerëve sikur të ishin vetë Zot. Allahu i lartë madhëruar do të thotë për ta në ditën e Kiametit: Hadhihi jahannam allati yukadhibu biha al-mujrimun. Ja, ky është xhehenemi të cilin kriminalet e mohonin.